Një 52 vjeçar nga Fushkruja është arrestuar mbasi po transportonte një sasi lëndë plasëse. Bëhet fjalë për 2 granatadore luftarake, 2 ndezësa të unifikuar, 600 gram lëndë plasëse tritol, një pjesë së cilës ishte e pajisur me 2 fitila dhe 2 kapsolla detonatore gati për shpërthim, si dhe 6 kapsolla detonatore të cilat po i transportonte një qesë të veçantë. 52 vjeçari po transportonte porosin në rrugën Kastriotët, kur dhe u kap nga policia. Shtetësi Petri Qeqa, banues në Fushkruj, ishte me precedent të mëparshëm penal në fushën narkotikëve. Policia në njoftimin e saj bën me dije se si rezultat informacioneve të siguruar në rrugë operative, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, në bashkëpunim me sektorin e forcës së posaçme operacionale dhe seksioni për hetimin e trafikut të paligjshme, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar porosia. Gjatë operacionit në rrugën Kastriotët, u kap dhe u në prang nga shtetësi Petri Qeqa, 52 vjeç, banues në Fushkruj, me precedent të mëparshëm penal në fushën narkotikëve. Gjatë kontrollit në qesën që mbante me vete, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 2 granatadore luftarake, 2 ndezësa të unifikuar, 600 gram lëndë plasëse tritol, një pjesë së cilës ishte pajisur me 2 fitile dhe 2 kapsolla detonatore gati për shpërthim, si dhe 6 kapsolla detonatore.